Privatësia, luksi i ri elitës, si planifikojnë udhëtimet dhe përvojat personale me kalimin e kohës, ishujt privat, avion privat dhe jahte në mes të detit, stili jetës super të pasurve larg turmave, Instagramit dhe zhurmës. Ata thonë se parat nuk blejnë lumturin, por ato blejnë kohë dhe privatësi. Elita financiare globale i ka transferuar këto dy asete në një stil jetese ekskluziv. Ndryshe nga njerëzit e thjesht, super të pasurit jetojnë në një botë krejtësisht të ndryshme. Ata nuk presin në radhë, nuk ngecin në trafik, nuk ndajnë hapësirë me udhëtar të tjerë në aeroport. Dyert hapen para se të mbërin, rojat e sigurisë sigurojnë liri maksimale, lëvizje, ndërsa restorantet, klubet dhe shtëpitë e modës e përshtatin orarin e tyre të hapjes ekskluzivisht sipas nevojave të tyre. Stefani Shojae, presidente e Shoma Group dhe e njohur për rolin e saj në serialin Shtëpiaket, e dëshpëruara të vërteta, është mjaft aktive në rrjetet sociale dhe një entuziaste e modës. Shumë të pasur nuk shpenzojnë për të jetuar më mirë, por për të jetuar pa humbur kohë dhe për të ruajtur privatësinë e tyre. Wall Street Journal paraqet shembullin e Masoud dhe Stefani Shojae. Çifti art jetojnë në Miami dhe drejtojnë kompaninë e pasurive patundshme Shoma Group. Masoud Shojae është themeluesi dhe gruaja e tij presidentja, por ata gjithashtu janë të njohur për pjesëmarrjen e tyre në serialin televiziv. Çifti me pasuri neto, e cila vlerësohet në rreth $300 milion, udhëton me avion privat, shijon koktejle dhe darka në restorante dhe hotele që arrihen përmes hyrjeve sekrete dhe zgjedhin suita me shërbëtor personal. Masoud Shojae, 65 vjeç, i tha gazetës amerikane se për të luksi përcaktohet nga kursimi i kohës, efikasiteti dhe shërbimi. Për më tepër, siç raportoi Botimi, një ekosistem restorantesh, klubesh, resortesh dhe shërbimesh ekskluzive u ofron atyre përvoja të personalizuara. Hapësirat që ata përdorin janë private, të zgjedhura me kujdes dhe zakonisht frekuentohen nga njerëz me një profil të ngjashëm shoqëror dhe ekonomik. E gjitha kjo në një kohë kur fuqia ekonomike e superelitës është vazhdimisht në rritje. Gazeta raporton se pasuria neto 0.1% familje më të pasura në Shtetet Bashkuara të Amerikës arriti në $23.3 trilion në tremujorin e dytë të vitit 2025 nga $10.7 trilion një dekadë më parë. Kopja e artë, Stefani dhe Masoud Shojae. Trendet e elitës. Sipas Botimit, to janë trendet e ndjekura nga elita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Privatësi absolute në rrokaqellin Bentley Residence në ndërtime sipër në Sunny Isles Beach, në veri të Miamit, apartamentet luksoz prej $6 milion, do të kenë pishina private, terraca gjigande dhe një ashensor makinash që do të transportojnë automjetet direkt në rezidencë dhe do t'i parkojnë ato në të ashtu quajturat garazhe diellore. Pronarët do të shmangin menaxhimin e shërbëtorëve dhe e parkimit. Siç tha Gil Dezer, presidenti i Development, i cili patentoi ashensorin e makinave dhe quajti atë dezervator, luksi përfundimtar është privatësia, përvoja të personalizuara nga ishujt privat tek spat holistike luksoze të pasurit, po marrin me qira ambiente të tëra për përdorim personal me shërbime të personalizuara të mirëqenies, të kujdesit personal. Këto përfshin trajnime të përparuara si pastrimi i gjakut, përtëritja qelizore dhe stimulimi magnetik transkranial, një teknikë e përdorur me fush magnetike për të stimuluar qelizat nervore në tru e miratuar nga Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave FDA, e zbatueshme për çrregullime të ndryshme neurologjike dhe psikiatrike. Apartamente luksoze me vlerë €6 milion në rrokaqellin Bentley Residence në Miami. Shtëpi do të kenë pishina private, terraca të mëdha dhe një ashensor makinash që do të transportojë automjete direkt në shtëpi. Socializim selektiv. Klubet private, mbrëmjet gourmet dhe qasja me evente VIP janë norm për një pakicë së zgjedhur. Ky është rasti me klubin privat në Miami Beach, Faena Rose, i cili përqendrohet në art dhe kulturë. Antarët me një tarifë fillestare regjistrimi prej $15,000 dhe një tarifë vjetore prej të njëjtës shumë, gëzojnë qasje ekskluzive
në 80 evente kulturore vetëm për antarët çdo vit. Shërbimi i personalizuar i nivelit të lartë, edhe elita gëzon trajtim të veçantë në tregje, të pasurit zakonisht nuk i vizitojnë qendra tregtare, por në një farë mënyrë qendrat tregtare i vizitojnë ato, pasi markat e famshme u dërgojnë rroba dhe aksesor direkt në shtëpitë e tyre. Çifti Sojai merr artikuj çdo 3 muaj nga kompanit në B44, si dhe koleksione nga shtëpi modes si Valentino apo Christian Dior, të gjitha me një rrobaqepës në dispozicion në çdo ndryshim.